Mirë, fillojmë më gjerësisht, ndalemi në raportimin e parë të drejt për drejt me kolegen Keti Banushi nga ambientet e jashtme të SPAK dhe GKKO. Prokuroria e përgjithshme ka pas verifikimit që zgjatë rreth 2 vite për gjyqtaren Irena Gjoka i ka referuar tashmë në Këshillin e Lartë gjyqësor. Por çfarë ka gjetur prokuroria në këtë hetim 2 vjeçar ndaj gjyqtares së GKKO-s Irena Gjoka dhe çfarë i sugjerohet KLG-s? Përshëndetje Keti. Përshëndetje në Ertil, në fakt është një hetim i thelluar që është bërë nga ana e prokurorisë së përgjithshme, më saktë sektori i dekriminalizimit, i cili merret me verifikimin e rasteve të ngjashme, pra nëse ka patur apo jo një dënim për zonjën Gjoka dhe në një njoftim të ardhur nga prokuroria e përgjithshme bëhet me dije që ky verifikim ka përfunduar dhe të gjitha të dhënat janë dërguar Këshillit Lartë Gjyqësor, i cili duhet të vendosi nëse duhet ta shkarkojë zonjën Gjoka apo do marrë një vendimarrje tjetër. Pra, sipas asaj që kemi mësuar, pasi vendimi i prokurorisë përgjithshme ishte shumë i thatë dhe nuk jepte një rezultat të këtij hetimi, i cili ka zgjatur, siç thatë ju, rreth 2 vite dhe është bërë kryesisht nga Partia Demokratike dhe më saktë nga avokatët mbrojtës si të zotit Berisha, por edhe më herët të avokatët e Fredi Belerit, pra është janë pothuajse persona që ka pasur në duar në gjykim zonja Gjoka, të cilët e kanë vënë në lëvizje pra prokurorinë e përgjithshme, ka rezultuar që vendimi i dalë prej tyre është autentik. Pra zonja Gjoka është dënuar nga autoritetet greke, por ky vendim nuk është ekzekutuar dhe është arkivuar. Pra bëhet fjalë si dënimet shqiptare që të cilat parashkruhen në momentin që nuk ekzekutohen dhe është dhe vendimi i arkivimit nga ana e prokurorit grek. Megjithatë, mbetet për tu parë fakti që nëse zonja Gjoka ka patur apo jo dijeni për këtë dënim të dhënë nga autoritetet greke, pasi është një dënim që është marrë në mungesë të saj, por siç ka deklaruar të paktën zoti Berisha, ajo e ka ndjekur më pas me avokat dhe nëse ka pas dijeni dhe nuk e ka shkruar tek formulari i dekriminalizimit, mund të ketë edhe pengesa ligjore për të vazhduar mëtej detyrën. Megjithatë, do të jetë Këshilli i Lartë gjyqësor, i cili do të vendosë, do ta marrë në shqyrtim materialin e ardhur nga ana e prokurorisë së përgjithshme, nga sektori i dekriminalizimit dhe do të vendosë përvijimsitë e detyrës së zonjës Gjoka, pra nëse duhet të jetë gjyqtare apo është në kushtet e papajtueshmërisë. Pra, kur pritet Sasha Fati për shembull që të mblidhet KLG-ja që të marrë vendimin përfundimtar? Në fakt ne kemi kërkuar një informacion nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, por deri në këtë moment nuk e kemi marrë. KLG-ja mund të mbledhet në çdo kohë për të marrë një vendim për të trajtuar këtë rast.